Abuzonte seksualisht me të miturit, arrestohet prifti 48 vjeçar. Hijet e skandalit abuzimit me të mitur nga priftrinjt janë rikthyer në Itali, në Brescia. Një prift 48 vjeçar dyshohet se ka abuzuar seksualisht me fëmijë të mitur që kanë marrë pjesë në aktivitetet e tij të famullisë nga viti 2013 deri në vitin 2014. Prifti katolik Ciro Panigara u vendos sot në arrest shtëpiak me akuzën e abuzimit seksual të miturve. Hetimet për të nisën vitin e kaluar pas një ankese nga një adoleshent i cili u hap një mësuesi të ri. Peshkopi vendas kishte vendosur të largonte priftin nga famulja e tij në janarin e kaluar, pak pasi nisën hetimet. Për të gjithë ne, mbrojtja e bashkëqytetarëve tanë është gjithmonë e para, tha peshkopi katolik i rajonit Pier Antonio Tremolada. Gazeta Corriere della Sera, besimtarët e zonës së San Paulos, ku shërbeu atë Ciro Panigara, kanë mbetur të shtangur dhe të tronditur nga e gjitha kjo histori.